A ekziston magjia? Si ta kuptojmë që na kanë bërë magji apo jemi në këtë vorbull, dhe jo vetëm ne shqiptarët, por e gjithë bota në fakt e ka këtë konceptin. Ajo Pranvera Xhafa, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam këtu. Studiuese e shkencave okulte, do të flasim për magjin. A ekziston, a duhet ta besojmë? A ekziston si ekziston dhe si ta kuptojmë që nëse jemi të prekur apo jo prej magjisë, apo nëse duam t'i bëjmë dikujt tjetër, a mund ta bëjmë këtë gjë? Si e shpjegon shkenca? Së pari ka disa lloje, sepse njerëzit janë friksuar shumë vetëm magjia e zezë. Për fat keq, magjia e zezë është edhe masive. Masive? Po, masive, do të thënë funksionon edhe me tër globin. Që do të thënë një njeri më i fuqishëm ose disa njerëz të fuqishëm bëhen bashk edhe izolojnë një grup të caktuar njerëzish. Si mund ta bëjnë ato, si e kanë ato këtë fuqi për ta bërë? Dhe përdorin energjinë e tyre, ose absorbojnë energjinë e tyre në mënyrë që rritet vitaliteti i këtyre të tjerëve. Aktualisht bota është në këtë lloj magjie. Domethënë, të paktën 200 vitet e fundit është e izoluar komplet. Domethënë, masa e njerëzve që ne shohim. Prandaj dhe shumë gjëra nuk funksionojnë. Domethënë, ju thoni bota është e prekur nga një magji. Domethënë, nëse konsiderojmë në planin e errët, kjo është një lloj magjie. Sepse është plani i errët. Po ku bazoheni ju për ta thënë këtë gjë? Atëre, duke parë gjithë kaosin, të paktën ne sa jemi gjallë, nuk mbaj mend ndonjë vit që bota të jetë në paqe apo jo. Kemi parë gjatë gjithë kohës luftra, vriten njerëzit pa arsye. Domethënë janë tani që jemi në kulmin. Nuk e justifikon faktin që është në magji apo? Atëre, janë forca të errta që përdorin magjin kundrejt një mase të tjerë njerëzish. Dhe kryesisht, kur je në krahun e errët, ti nuk ke më nevojë të bëhet diçka, sepse je në atë krah. Qëllimi është të rekrutojmë krahun e kundërt. Dhe duke rekrutuar krahun e kundërt, ose si me thënë dritën, siç e kemi ne këtu tani, rrezë dielli, dhe drita ka një efekt tjetër, domethënë njolloset, dhe momenti që njolloset, domethënë bëhet pjesë e errësirës. Qartë. Dhe ka, si me thënë, nivele, dhe ka disa lloj magjish, domethënë që bëhen masive, kryesisht me anën gjeometrike, domethënë, ose numrat. Po kam përshtypjen, Pranvera, se njerëzit që na ndjekin e tani janë të interesuar më tepër tek magjit individuale. Po, e dia do ta shpjegoja. Se masive, me thënë drejtën, me këtë botë egoiste që ka ardhur, nuk na intereson fare në grupe. Por neve, atëre, duhet ta shpjegojmë këtë masiven për arsye sepse një individ nuk mund ta luftojë masën pastaj, prandaj nuk e lufton dot masën ndërsa veten, ndërsa veten mund ta ndryshoj, po, prandaj. Kështu që unë do thoja masivja shumë e fortë dhe ti si individ domethënë duhet të arrish një nivel të lartë frekuencash që janë kryesisht arrira nga dashuria dhe krijimi. Domethënë kur ne krijojmë diçka, edhe shumë njerëz ose na përgëzojnë ose na mbështesin për atë gjë. Nuk bëhet fjalë këtu vetëm për krijimin se ne bëjmë ndonjë pikturë apo ndonjë gjë kështu. Krijimi është edhe njeriu, kur ne sillim në jetë një fëmijë. Ai moment është aq i bukur, por është edhe aq i frikshëm sepse në të njëjtin moment gruaja kthehet në një portal për 40 ditë. Dhe ky portal mund të sjellë, si më thënë, në tokë ose në prezencë entitete të ndryshme që kanë prirje ose janë pjesë e entiteteve të errëta. E prandaj janë edhe ato fjalët që nuk lejohet 40 ditë të bëj këtë apo atë. Prandaj e dërgonin më shumë te mamaja, ato 40 ditë në lëndë. Që mos e shikte bota, se të marrin në syri sepse nuk duhet ta prekin, sepse kontaminohesh vërtet. Dhe kjo pastaj futet te magjit individuale që thonë ka njerëz që këtë gjë nuk e respektojnë dhe nuk i gjejnë gjë Pranvera. Jo, ata mendojnë se janë shumë lehona që na ndjekin, më kupton? Atëherë ata mendojnë ashtu, por shenjat e depresionit që janë postpartum janë një shenjë e prekjes nga entitetet e errëta. Nëse e marrim në këtë kontekstin okult. Sepse më përpara këto nuk ekzistonin në këtë lloj mase. Kanë arritur nënat që kanë vrarë fëmijën brenda 40 ditëve. Dhe këto nuk janë vetëm pjesë e psikologjisë dhe psikiatrisë. Këto janë sepse kontaminohen vërtet energjitë. Dhe kjo arrin deri në këtë farë, ne po shpjegojmë ekstremitetin e gjës, e kupton, nuk është se ato do sëmuren me një herë apo do ashtu. Është fjala që preket nëna dhe duke ashtu ti fëmijën që rrit, domethënë pa dashje, shpesh herë mund ta mallkosh, mund ta, domethënë hajde këtu drejq ose flasim këto fjalët kështu, dhe vërtet momentin që ne spelling, domethënë nxjerrim nga goja fjala e femrës, sidomos e nënës, është shumë e fortë, sepse kthehet në moment kthehet në tingull dhe në gjeometri dhe në aksion, në veprim. Pra, në këto 40 ditë, duke qenë se është kaq delikate e gjithë situata, nëna
Ju thoni të mos përdoren, mos nxirren nga goja e saj fjalë. Jo vetëm këto. E kam fjalën që është aq e delikate dhe aq ashtu sa që pushtohet nga këto lloj gjëra. Bëhet një lloj magneti që thith këto lloj gjëra, sepse je portal. Ka njerëz që bëjnë magji dhe si e bëjnë ato? Dhe individualisht si kanë këtë forcë për të bërë magji dhe kjo magji të ndikojë tek tjetri për keq. Ka disa mënyra. Disa e trashëgojnë, por disa të tjerë e kanë edhe me të mësuar ose thjesht nga e keqa që kanë për së brendshmi, arrin të krijojnë vërtet një efekt të keq magjik, të errët. Nuk do të thënë që ajo di magjia, çfarë është? Do të thënë nuk është se ajo di aq shumë, është thjesht energji. Energji e keqe. Po, energji e errët. Dhe nëse ti vetë, do të thënë si person, mbase nuk di të bësh, edhe ose siç mendon ato që bëhen me gjelpëra, me vudu, me kështu. Po, siç kam dëgjuar, jo me flok, jo me po, ato janë disa forma, por edhe nëse dikush ti merr ty flokët apo thonjt apo gjërat dhe do t'i flasë atje, dhe do thot ato gjëra që mund të ketë trashëguar, se zakonisht magjia e errët, e zezë, trashëgohet nga gjyshja te mbesa, ose nga gjyshi te nipi, jo te pasardhësia e parë. Fëmia i vet. Sepse ashtu kalohet. Dhe magjitë e tjera pastaj bardhë e kuqe, se kemi magji të bardhë, magji të kuqe, edhe jeshile. Dhe këto të zezë, të bardhë, të kuqe, jeshile. Po, janë elementët e natyrës me të cilët bëhet. Të janë magji të mira, pse ka dhe magji të mira, pra vetë fjala si në momentin që ti dashurohesh, që kalon në magjin automatikisht magjia e kuqe, ti mund të shërohesh nga magjia e zezë. Dhe kjo ndodh, do më thënë gradualisht, sepse personi arrin në frekuenca shumë të larta në mënyrë që të pastroj nga errësira. Dhe ndodh për shembull rrallë, sepse duhet një iniciues ose dikush që të ta thotë dhe të ta iniciojë se si mund ta praktikosh ose si mund ta bësh. Nuk është ndonjë filozofi, nuk është as e vështirë. Unë të pyeta si mund të bëjmë, po pse duhet të pyes unë ty pse duhet të bëjmë ne magji? Po si ta kuptojmë ne nëse na kanë bërë magji të tjerë dhe si mund ta largojmë nga vetja nëse na kanë bërë të tjerë magji? Ja, pikërisht këtë po thoya, domethënë frekuencat e dashurisë, që është niveli më i lartë i një frekuence njerëzore dhe që ne e kemi të prekshme dhe të arritshme, është e vetmja mënyrë që ne të pastrohemi dal nga magjitë e errta. Edhe nëse dikush ka bërë, domethënë ose disa njerëz të kanë bërë diçka. Kleopatra thoshte një shprehje, kur ti dashuron askush nuk mund të të bëj asgjë. Ajo ishte shumë në dieni të gjithë shkaje. Pra se kalojmë te e kuqja, po thua. Pra nëse ne dashurohemi, po, dhe ajo vazhdimisht për shembull është njohur për dashuritë e saj apo për këto, por ajo është njohur në kontekstin pasionant, por ajo ishte një vërtet njeri i dashur dhe që falte shumë dashuri dhe merrte. Nuk më dalin llogaritë. Në momentin që ne dashurohemi dhe në këtë fazë që jemi të dashuruar, na kanë bërë një magji. Të dashurohemi prapë që ta largojmë të magjin? Jo, ti në atë moment. Jo, ti ndrohesh kështu, sepse. Po, si ta largojmë? Atëherë, duhet që, domethënë, vetë ju ndodh kjo dhe ti do ta ndjesh një dritare të hapur në atë lloj errësire. Do ta shikosh dhe do ta ndjesh dhe do orientohesh vetë drejt saj. Pavarësisht se në një moment ti ke tërheqje magnetike të fortë nga errësira, sepse ajo errësira është shumë e lehtë për tu pranuar. Sepse nuk të kërkon shumë si me thënë perfeksione, të pranon si që je, madje sa më errët më i mirë. Ndërsa drita kërkon disa lloj kushtesh që ti të pranosh ose të jesh pjesë e saj. Është më e vështirë. Edhe njerëzit zakonisht e mendojnë, zot, nuk mund t'i nis kësaj, domethënë dikush më ka bërë diçka që unë nuk e arri dot këtë. Jo, ti duhet të purifikohesh vetë në mënyrë që të arrish të ajo gjë. Pra mera, të shoh që ke në dorë diçka, më fal që të ndërpreva. Është gabim që jo, është nuk e kishe kutalia apo është një gurë? Jo, e mbaj gjithmonë, kam shumë qejf gurt, unë her pas here mbaj gurt. Kjo është turmalin. Vjen nga Afrika. Është një dhuratë dhe unë për çfarë të shërbej, për çfarë e mban gjithmonë me veten në dorë? Kjo është për në fakt, secili ka një gur të vetin, ose edhe nëse është një gur jo shumë i çmuar, ti mund ta ngarkosh me energji dhe ta bësh tëndin. Ose një objekt, prandaj hajmalit ishin dikur si kështu, po kjo nuk është hajmali, si hajmali, ke disa gurë të tillë që të japin energji të mira. Dhe unë varet se si do t'i ngarkoj në atë moment. Gjithë secili nga ne mund ta përdorë energjinë e tij, ta transformojë ose ta dërgojë në një objekt ose në një material. Sidomos kur janë materiale të pastra, është më e lehtë. Dhe ky është një material shumë i pastër, i marr posaçërisht në Afrikë për këtë lloj gjërash, që njerëzit që dinë ti përdorin, por edhe kur nuk di, vetveti u ngarkohen. Qoftë edhe simbolet që ne kemi, për shembull edhe kryqe edhe shumë simbole të tjera. Varet se si njeriu do ta ngarkoj atë lloj simboli, sepse nuk do të thënë që personifikon këtë gjë dhe ndaloj aty.
Mirë, ishte thjesht një detaj që më bëri përshtypje ndaj e ndërpreva pak bisedën, por që pse jo kur të bën mirë të jep një energji të mirë pse do të se mbash gjatë gjithë kohës në dorë. Si ta kuptojmë? Kemi disa shenja, pra ne kemi qenë mirë dhe befas, jemi të prekur nga magjia, meqense po shprehemi që ekziston e tillë. Si ta kuptoj një individ? Çfarë shenjash? Çfarë hatjesh ka? Po, thoja pak më parë, që domethënë ti tenton të nisësh një diçka, një projekt, një rrugë, qoftë edhe kur zgjohesh në mëngjes, do të zgjohesh dhe ke bërë një plan në darkë dhe do të çohesh në mëngjes ti nuk çohesh fare. Gjatë kësaj kohe ose gjatë asaj periudhe që ti je kontaminuar nga energjia, nuk e ke vënë re, domethënë se si je prekur nga energjia e errët ose magjia e zezë. Mund të kesh takuar një person që absorbon ose të përthithet ty energjit dhe ti nuk ke mundësi që ti vësh në pa energjit e tua dhe të krijosh projektin tënd me energjin tënde, dikush tjetër bën diçka të tillë. Po, dhe realizon sepse ekzistojnë psikovampirët, ekzistojnë të gjitha mënyrat e të thithurit, domethënë ato vrimat e zeza që i thonë që janë në kozmos, nuk është se janë aq larg, janë pikërisht mund të krijohen dhe këtu, janë vorbulla energjie, qofshin energjisë errët, qofshin dhe ato të dritës, që krijojnë energji. Dhe kush është më afër diçkaje, domethënë në momentin që ti ke bërë për shembull diçka të keqe, je më afër kësaj vorbullës së zezë. Dhe njeriu thotë s'kam bërë asgjë çdo ditë. S'kam bërë asgjë. Madje edhe ata kriminalët kur vrasin thonë nuk kam bërë asgjë, e justifikojnë gjithmonë krimin ose veprimin e tyre. Pra njeriu gjatë këtyre që përmenda energjinë masive të errët, gjatë këtyre 200 viteve, nuk është më zoti vetes, dikush tjetër apo diçka tjetër, që nuk dua t'ja përmend emrin tani, e kontrollon njeriu energjetikisht. Pse nuk e përmend emrin? Po se nuk është një. Domethënë është një tërësi. Edhe s'mund ti, sepse simbolika për shembull na tregon neve që i shikojnë njerëzit domethënë i ushqejnë simbolet me atë gjë, është ky syri magjik që del që na shef të gjithëve, apo ai trekëndshi me sy, të gjithë këto janë bërë tani kohët e fundit më shumë disinformacione se sa informacione. Tani magjia është larg nga syri keq, domethënë është e njëjta që pak a shumë? Është e njëjta gjë. Për syrin e keq, për atë ka disa gojdhëna në fakt. Në fakt thelbi i atij syrit blu që e marrim neve për sy të keq, nuk është që të ndaloj diçka të keqe. Syri blu, domethënë syri dritës, në kontekstin spiritual dhe okult. Syri dritës që askush nuk e dinte, po forcat e errta, kur shikonin këtë syrin, largoheshin. Sepse ishte domethënë e dritë. Prandaj përdoret për të larguar këto energjitë e errta. Kështu, domethënë syri blu, ose që ndryshe do ishte i zi, për shembull. Por syri blu, domethënë që ishte tipari i njerëzve të dritës në fillim, kur erdhi raca e dritës. Pavarësisht se përzierjet raciale nuk do me thënë që kanë bërë një përzierje energjetike të keqe. Do me thënë varet se si ka vibruar një person dhe si ka evoluar shpirtërisht dhe fizikisht. Ju përmendët disa herë se si ne e kuptojmë si individ që jemi të prekur nga këto energjitë, se më vjen si frikë ta them magji, pa ka të tjera që ta kuptojmë? Ka të tjera, zakonisht. Le të themi simptoma, ose shenja, ose ndjesi, bot kuptime të tjera që ne na çojnë drejt, më kanë bërë magji, ta besojmë këtë gjë vërtet. Ulje frekuencash, prishje marrëdhënieve sociale, qofshin këto në punë, në shtëpi, apo kudo. Domethënë, siç kanë zakonisht religionet, i kanë përcaktuar këto me demon ose xhind. Për shembull, ti bësh gati demonik në sjellje, agresiv. Dhe nuk po të gjën, si më thënë, nuk gjën karar në këtë sjellje tënde dhe pra ke ndryshuar befas, edhe kjo është e dukshme. Dhe njerëzit e shikojnë, për shembull, ose në tiparet fizike të ndryshojnë syt. Dua të përmend këtu një rast që ka qenë para pak vitesh kur unë publikisht pranova të dilja për këto tema. Për të shpjeguar këtyre temave. Një gjë që më preku vërtet dhe madje u zgjova me atë gjë, ka qenë një vajzë e cila u bë pre e këtyre ritualeve magjike të errta, satanike. Evgjeni Baxho. Dhe kjo vajzë kishte në trup edhe simbole. Më thënë se si preket, se si ndryshon fytyra e njeriut dhe energjia e tij, domethënë nuk e dallojnë dot të gjithë, kuptohet. Por një njeri që është në një frekuencë më të lartë se personi që është prekur nga magjia e dallon. Dhe thotë, ore diçka ka, kupton? Ti mund të shkosh te doktori dhe nuk e gjen dot. Nuk ti pas një zgjidhje, po. Sepse nuk e kupton, thotë je në rregull, s'ka asnjë problem. Pavarësisht se këto vijnë edhe nga trauma personale, emocionale, por pikërisht këto trauma personale, emocionale të hershme bëhen
si me thënë, porta hyrëse e energjive të errta. Do të thënë, ti emocionalisht dhe fizikisht nëse ke kaluar diçka të tillë, je shumë më i prekshëm se sa një person që psikologjikisht është më i fortë. Dhe se si ta bëj këtë, vetëm duke folur, do të thënë, folura e problemit, kuptohet me njerëz të duhur, jo që të dëgjojnë dhe të kuptojnë, bën që ti atë që ke si shqetësim ta nxjerrësh nga trupi vetë. Dhe në atë moment ajo implementohet në diçka tjetër materiale dhe kthehet në një. Ama ti nuk duhet të flasësh vetëm për keq, që ua, unë jam kështu. Ti duhet thuash dhe ato çfarë dëshiron. Dhe zakonisht uji është një nga elementet që neve na shëron. Përpara se të pish një gotë ujë, falenderoje dhe prit. Njerëzit do të shikojnë që pinë ujin kështu të gjithë në këmbë. Me vrap duke vrapuar dhe nuk e respektojnë. Domethënë elementët e natyrës janë po ata që na bëjnë keq dhe po ata që mund të na shërojnë. Duke u marr edhe sikur jemi njerëz të vetmuar, edhe sikur të jetonim në përshpella. Domethënë ka diçka që neve na mban. Ne po themi pra që nëse kemi këto shqetësime ose këto prekje apo këto energji negative që ekzistojnë dhe që i marrim prej të tjerëve ose dikush i ka bërë enkas për të na bërë keq, ose edhe pa dashje, apo jo, mund të ndodhë që edhe pa dashje të infektohemi në thojza nga kjo gjendje, ne jemi vetë ata që mund ta largojmë nga trupi, apo jo? Po, vetë, duke pasur një iniciues ose një njeri përkrahas që është në frekuenca vërtet, një njeri që të do, thjesht një njeri që të do, ka që thjesht është. Dhe befas gjërat fillojnë dhe ndryshojnë, ama duhet t'jesh koshient, duhet arrish vetdijen që ti e ke diçka, edhe në momenti që ti gjen rahatin te kjo gjëja erë, të thosh jo, stop, nuk mundem, edhe sepse në momenti që ti fillon dhe ndihesh mirë, ose po e zëm të shkosh në një vend të qetë, të bukur, me ujë burimi, me gjitha këto, edhe të duket e lodhshme për ti kur deri atje, edhe sepse demonët e tu ose gjërat negative acarohen, nuk e duan atë lloj gjë, edhe të tërheqin më shumë te jeta kaotike. Ka njerëz që vërtet i besojnë, ka njerëz që vërtet mundohen t'i bëjnë keq të tjerëve, duke përmendur, duke i vendosur tek si e thatë ju ato nuska? Po, marrë ato ajmalit, apo ato vudu, magjia vudu për shembull, është reale, dhe ndodh. Marrin element fizik të personit dhe domethënë kanalizohen në energjinë e personit, në fytyrën, zakonisht edhe fotot, domethënë kanalizohen aq shumë në atë, domethënë thjesht edhe duke e urryer mund të ta marrin. Na bëjnë magjë thjesht duke na parë në foto. Është një mënyrë telepatike, domethënë si për mirë, si për keq, kjo funksionon. Dhe varet nga vibrimi prandaj thoya ti duhet të rrisësh vibrimet dhe dashuria është niveli më i lartë. Ti duhet të rrisësh vibrimet në mënyrë që mos kontaminohesh nga kjo lloj energjie. Pra të udhërojmë dashuri, flasim për gjërat tona, të flasim për dëshirat, pasionet dhe çfarë kemi, të nxjerrim energji të mirë. Foli ujit. Okej, dhe të pim ujë. Kjo është ideja. Pra kështu mund ta largojmë nga vetja. Ujë të gjallë, jo ujë bidoni ose shishesh kështu. Ujë burimi. Ujë burimi. Të gjem tani ujë burimi. Përmendet telepatinë dhe është një term shumë i përdorur dhe në ditët e sotme. U pata telepati, kam një ndjesi, një lidhje telepatie me këtë individ. Ekziston telepatia? Çfarë është telepatia? Telepatia është një formë e vetdijes, domethënë e prekshme, që arrihet fizikisht që personat edhe të komunikojnë. Domethënë ka raste që disa njerëz nuk e përdorin telefonin me një person të caktuar, sepse kanë një sinkroni të papar intuite ose vetdije të lartë që në mënyrë që lidhen, sepse janë në të njëjtën frekuencë. Dhe shpesh herë, për shembull, unë më ndodh nëse dua diçka ose dua të marr dikën në telefon, thjesht e mendoj dhe më merr vet personi ose më shkruan. Dhe the wow, si ishte. Edhe kjo është një formë telepatie ose mënyrë sinkronie ose sintonie emocionesh, vibrimesh dhe energjie. Dhe duhet që ne patjetër të bëhemi mirë vetë në mënyrë që të tërheqim persona të mirë. Dhe kjo arrihet, nëse ti do të shkëputesh vërtet nga realiteti i errët, shkëputu vërtet edhe nga njerëzit. Për ca kohë zhdukur. Sa herë na ndodh, sa shpesh ndodh që jemi duke i shkruar ose duke telefonuar dikë dhe përsëri i njëjti person është duke bërë të njëjtën gjë me ne në të njëjtën kohë, duke menduar për ne ose duke në të njëjtin plan, sintonie mendimi apo energjie, për shembull ai është i mërzitur në atë moment edhe ti të mërzita sikur ta merra ose sikur të flisja. Dhe të merr. Ke një lloj telepatie themi se dikush është. E dija që do më meta ose e dija që do ndodhte kështu. Të mora sepse e ndjeva që ishe pa qef. Ose është ai momenti për shembull kur ne jemi të dyzuar që thon ua ç'bëra piçman, e dija që duhet ta bëj por e bëra diçka më thoshte, jo mos ta bëja. Në momentin që ti je i dyzuar dhe është një çështje shumë e rëndësishme, sidomos që ka të bëjë me gjëra që do sjellin disa veprime më pas, ose janë vendimtare, nuk duhet ta bësh.
është gjëja më e thjeshtë, më mirë mos e bëj. Ose bëj një ditë tjetër, sepse në momentin që ti je i dyzuar, flet mendja dhe flet dhe intuita, ose flet shpirti, flet dhe mendja. Mirë, po mendja është një gjë elektrike dhe përcjell sinjale të vazhdueshme dhe nuk do të thënë që janë gjithmonë të sakta, ajo thjesht pulson. Ndërsa zemra është magnetike dhe ka të bëjë shumë me intuitën, prandaj thotë e do me zemër ose i bën gjërat me zemër, do të thënë që i bën me shpirt, sepse magnetizmi është diçka që mbartet për kohë të gjatë, ndërsa truri vazhdon dhe mendon, nuk ndalon ndonjëherë. Është 24 orë i zënë. Dhe zemra ka atë që i përzgjedh sinjalet dhe zgjedh çfarë do transmetojë te truri dhe çfarë jo. Dhe ne nga këtu e lartë mund të gënjejmë, sepse është mendja. Nga këtu e poshtë nuk gënjejmë dot, është gjua e trupit. Dhe këtu futemi pastaj edhe te gjeometria ose te numrat. Te numrat. Por numerologjin pastaj që kemi shumë për të folur. Dhe është e tëra, do të thënë njeriu është një i tëri. Dhe ti kur do të shërosh veten, për shembull, më thua më dhëm këtu dhe prek, ti nuk ndjen asgjë. Sepse ti je i tëri një, dhe ke formën e njishit. Që dua ta përshëndes edhe një studiues tjetër ma konfirmon gjithmonë këtë, Petrit. Edhe është saktë shumë e vërtetuar nga shumë studiues të tjerë, por edhe nga vetë natyra që na e tregon ti je njishi, ti je ekuilibri i natyrës. Domethënë ti je vënë këtu në mes të natyrës, në mes të kafshëve dhe gjithçka për të vendosur ekuilibrin. Ti nuk mund të shkosh majtas ose djathtas. Ti je vetë peshorja. Mirë, janë disa, me që më prek edhe numerologjin, po një herë tjetër pranvera të ftoj të vish na shpjegoret na japësh analizat e duhura sipas numerologjisë për numrat e fatit, se ka njerëz që kanë ato numrat e tyre që i besojnë, që mendojnë që ky numri do të sjellë fat te kjo. Po, zgjidhin bluza, veshje ose numra të tillë, elementësh të ndryshëm, të cilët i mbajnë si fatsjellse. Numri më me fat që njeriu mund të ketë është vetëm ai që ka lindur. Dita e lindjes. Atëherë kjo është numri me fat i secilit. Mos u hallakasni shumë nëpër kështu që më ndodhi kjo dhe ajo. E gjithë dita e lindjes është një kod. Është një kod që do ta kesh gjithë jetën dhe do shikosh shumë ngjarje dhe shumë gjëra në lidhje me atë. Po ashtu edhe ditëlindja e prindërve të tu. Dhe ajo është një kod tjetër, ditëlindja dhe vdekja e tyre. Domethënë duhet të keni për shembull si më thën kujdes ditën që për shembull një afërmi juaj ose gjyshja ose prindi juaj ka vdekur në atë ditë. Në atë ditë ju do shikoni që do keni dhe disa ngjarje të tjera në jetë, ose qoftë një detaj i vogël që do t'ju ndodhi dhe duhet ta shikoni pak më me imtësi. Që të më thënë kjo gjëja është një sfidë apo është një mësim apo është një gjë e mirë. Sepse kështu janë, domethënë jeta është e përbërë nga këto. Dhe ti duhet ruash gjithmonë balancën. Sigurisht dhe ditët e tjera, për shembull, që janë me fat ditët e lindjes, për shembull apo lindja e prindërve apo lindja dita e lindjes të fëmijëve. Edhe fëmijëve është për shembull sjell akoma një portë të re. Dhe, si me thënë, ne jemi pema jetës, nëna, babai dhe fëmia janë pema jetës, nuk ka pemë të tjera që sesi. Me thënë, nëna është ajo që vërtet krijon bazën, rënjën, dhe rënjët janë ato fëmijët dhe frutat. Prindrit janë rënjët dhe pastaj vazhdojnë me frutat. Dhe sesi do ta marri ky fëmia atë ushqimin që të bëhet vërtet një frut i mirë, duhet që kjo rënja mos jetë e infektuar. Kur po flisnim. Po disa numra, pse kanë ngelur kështu si të përgjithshme? Si të këqinj ose si të mirë. Si të këqinj ose si të mirë. Jo, mos ma jep 13-ën ose jo, mos më jep 31-shin, janë ca numra që kanë mbetur. Përmenda pak më parë në lidhje me simbolikën që se si kanë ushqyer njerëzit simbolet dhe numrat. Sepse në një periudhë kohe, për shembull, dikush që ka pasur një tendencë që të bëjë një diçka me këtë numër, e ka fshehur ose e ka zhdukur fare sepse i prish punë, ose si më thën i transformon atë që do të bëjë abrakatabrën, atë që do të krijojë, qoftë e mirë apo e keqe. Për shembull, numri 13 është bërë si numër i keq, ku në fakt numri 13 është numër krijimi. Dhe ne kemi 13 muaj në të vërtetë. Dhe ky është fshirë. Është fshirë sepse... Si kemi 13 muaj? Po, ne nuk jemi 12 muaj, jemi 13. Shkurti për shembull është formuar duke marrë pak nga ato ditët kështu dhe i kanë hequr disa ditë secilit. Domethënë, dhe ka dalë kjo. Ka bërë? Ose në mënyrë që të bëhet sistemi astrologjik ndryshe për shembull, dhe jo geocentrik. Të bëhet heliocentrik, që domethënë me në qendër diellin. Është shumë e thellë kjo. Po, jo, shumë e thellë, po tani era parë që dëgjojmë që kemi patur 13 muaj, ndërkohë kemi 12, po ky muaj ku zhduk, ku e bazoni ju këtë që thoni. Dhe po ti shikosh shenjat që ndrohen gjithmonë thot 20, 21, 20, 21, pse kështu? Ndërkohë ato kanë vërtet 3 ditë që ndrohen, sepse janë marrë se cili muaj, janë marrë
kohë, ishtë marrë kohë. Dhe po të shikosh në ato legjendat e vjetra të gojdhënave që thonë që janë ato plakat në Mars apo në këshu. Ja, plakat e Marsit. Këto që thotë more ditë Marsit apo këshu. Këto janë përhapur si në formë gojdhënash, por në fakt kanë qenë reale. Për shumë kalendari i lirë i përcakton të shumë mirë stinët. Po ta marrim në një kohë tjetër, edhe më përpara, në një civilizim tjetër, stinët as nuk ekzistonin. Ishte e njëjta kohë, e njëjta stinë. Për shumë, ku shkon në Florida është njësoj. Vetëm verë. Dhe kjo, të më thënë që dielli ka një fole dhe rotullohet, të më thënë udhëton në tokë. Nuk është se toka vjen vërdall diellit. Atëherë kjo hedh poshtë sistemin tjetër globalist dhe kthehemi në bazë tokën, të më thënë që është toka elementi ynë qendror. Nuk është dielli. Ne sigurisht do marrim jetë prej diellit, mund të vdesim prej diellit. Do të thënë drita është aq e mirë, por nëse e kalon kufirin të shkatërron. Është më keq se gjërat e errta që njeriu i pranon me kënaqësi të madhe sepse është rehat. Tani janë disa numra që regjia sjell në ekran që ti komentojmë, ja kemi numrin 6 në ekranin ton këtu. Po, 6 është një numër sfide në fakt, nëse e marrim në kontekstin e krijimit, por është bërë si me thënë, keq interpretuar ose keq ngarkuar me simbolikën e fundit. Për shembull, nëse e marrim në atë kontekstin, është numër satanik. Domethënë nuk ekziston një individ apo një djallë në formë fizike që do të dali përpara me ato brirët e kuqe që do të vi dhe të thotë unë jam djalli, domethënë ose antikrishti. Antikrishti jemi ne. Ne jemi dhe Krishti dhe antikrishti. Ne jemi dhe e mira dhe e keqa. Dhe momenti që njeriu e prish këtë balancën dhe kalon në anën e errët, bëhet antikrisht. Dhe kur flasim për antikrisht, ne kemi hyrë në atë epokën, që domethënë ndahet tani shapi nga sheqeri kur i thon, dhe kanë filluar që një pjesë është antikrisht, domethënë është anti-njeri ose anti-natyrë, sepse natyra njerëzore përcakton qartë që ti je pjesë e saj. Qartë, po dikush ka lindur në datë 6 fjalë. Po, është ribie që ai të thotë të eci gjithë jetën, domethënë të krijojë një aludim të gabuar ose një simulim të gabuar për veten, duke edhe u vetë izoluar, duke qenë gjatë gjithë kohës kështu, dhe mos t'i shpalosë energjitë e tij sepse mendon që ka lindur në një datë shumë të poshtër. Dhe unë për shembull jam në muajin e 6. Domethënë unë duhet mendoj o Zot, është e tmerrshme, muaji i 6 është mirë. Ndërkohë që 6 muaj i duan fëmijës, domethënë që të arrijë njërin nga fazat e krijimit. Dhe 9, nëse e kthem poshtë, bëhet 9. Nënta, lind, është 9, është domethënë 9, krijim. Po. Dhe e kthen kështu dhe atë ditë ti mund të lindesh, mund të sjellësh në jetë krijimin tënd. Dhe nuk është e keqe, domethënë nëse e kthen kështu, por ndërkohë ajo është një cikël i hapur që vazhdon. Dhe problemi është te 0. Nuk është fare te këto numra të tjerë. Njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi 0. 0 është kohë. Dhe është cikël i mbyllur. Ne jemi brenda zeros, oksigjenit. Domethënë oksigjeni ne mund të na vdes, mund të na jap dhe jetë. Pra është një numër që s'e gjen diku. Dhe nuk flet njëri fare për të. Po s'ekziston, s'është një numër që ekziston. Po, por ajo është vetë ekzistenca, domethënë jemi brenda saj dhe ne jemi asgjë dhe gjithçka. Domethënë zero ai përfshin të gjitha dhe asgjë. Dhe asgjë. Mirë, na kanë mbetur edhe pak minuta ndoshta për të degustuar, nëse ke dëshirë të shkojmë të provojmë recetat e sotme dhe të falenderoj shumë për të gjitha shpjegimet që i bëre kësaj bote, ndoshta ajo shumë të njohur për gjithë secilin, por që këto legjendat urbane vazhdojnë dhe qarkullojnë dhe në vendin tonë, jo magjia, telepatia, janë terma të cilat i gjejmë në jetën tonë të përditshme. Faleminderit shumë Pranvera. Shkojmë në kuzhinë. Albana duket që është gati me tryezën e saj. Na ka shtruar tryezën në një ditë të tillë. Shojmë se unë nuk jam njeri që ha shumë, po nuk je njeri që ha shumë, por ose gjëra të gatuar. Unë atë gjëra të pagatuar. Të pagatuara. Për shembull, çfarë do haje sot? Çfarë do zgjidhje? Mund të marinoj lakra ose bimë të egre, kam shumë qejf, që nuk i zjej, nuk i bëj asgjë, vetëm i marinoj me limon, me pak uzull molle, edhe krip vajullir dhe kaq. Ne këtu kemi kulaçën e fatit. Sa e bukur është e vrus sot, të bie fati Pranvera sot. Zgjidhe pjesën tënde, të paktën ato do merremi. Ja kontrolloja pak. Jep të timën Albana se më vinë me marrë të tjerët. Pa u përzier. Niki zgjidhe? Mund ta hapësh pak në mes, diku nga mesi. Më thuaj këto. Kemi këtë të parën këtu? Ja. Mos bëj gjë me hile? Jo, asgjë s'pash. Thjesht ta hapim. Tek ne të dyja, unë bëj hap shumë me dorë. Unë do bëj çik me hile dhe nuk. Jo, s'pas kam fat. Ja, diku tjetër është futur. Pranvera është duke punuar mirë. Ja, si ato që ka futur aty s'duket, ë? Kemi futur 1 lek, Albana ty? Jo, nuk është. Nuk është. Le t'ja lëm fatin
pjesës tjetër të stafit, të provojmë se cili do t'jetë me fatë sot në kulaçin. Gjithsesi, ke gjetëm. Se po qeshni? Qa ndodhe djova të qeshura? Mos u duk gjëkundi? Jo, mos në mërin të tam gjithë kulaçin. Ja, moj, ku e ke, ja. Në gjithmonë regjia. Ku mi është? Pa, ty moj Albana duket letra, gjithmonë regjia në zbulosirë në kaluar. Sa e hape, direkt, aty është fshehur. Kemi një lojë tjetër pak më vonë, se do t'i mbyllim sy do t'a zjeri kush e ka fatin e dur. Falenderoj, Pranvera, mu t'a provojmë kulaçin. Kalofshi bukur ditën e sotme dhe gëzuar të gjithëve, shjemi nesër me Gëzuar.